qendërsulmuesi i Kosovës Vedat Muriqi e ka gjetur sërish rrugën e rrjetës në La Liga. Futbollisti shtatlart realizoi nga afërsia për të kaluar Majorkën në epërsi pas vetëm 14 minutave lojë, pas asistimit të Mohikës. Muriqi realizoi me një goditje precize nga brenda zonës. Për Muriqin ky është goli i 6 aktualisht në elitën e kampionatit spanjoll.